është ai që e kemi pritur, nuk është ai që unë si kryetar kam dëshiruar ta shoh ndonjëherë. Ky është një moment të reflektimi i thellë i përgjegjësisë dhe i seriozitetit politik, kur qytetarët e Kosovës flasin, ne duhet t'i dëgjojmë, kur populli jep verdiktin e vet, ne duhet patjetër ta respektojmë. Demokracia funksionon kur udhëheqësit janë të gatshëm të bajnë përgjegjësi, jo vetëm kur fitojnë e kur kanë fest, por edhe kur kanë humbje si kjo e sotmja. Këto 5 vite që kam udhëhequr me lidhjen demokratike të Kosovës, kam bërë dhe kam vepruar gjithmonë ashtu siç kam besuar se është më e mira për LDK-n, për strukturat tona, për besimin e qytetarëve dhe për të ardhmen e kësaj shtëpie politike me peshë të madhe historike për Kosovën. Megjithatë, sot duhet të them hapur dhe me ndershmëri, nuk kam arritur ta çoj LDK-n aty ku kam besuar se duhet të jetë. Kam ndërtuar ekip me njerëzit më të mirë që kam besuar. Kemi ndërtuar program të plot, serioz dhe modern. Kemi bërë një fushat dinjitoze dhe të përgjithshme që nuk i ka munguar asgjë në përmbajtje e as në përkushtim. Por ky është verdikti qytetar dhe para këtij verdikti ulemi të gjithë, sepse kështu funksionon demokracia, sepse qytetari gjithmonë ka të drejtë. Në këtë pikë dua shpresoj që mbështetësit të LDK-s ti kem përfaqësuar unë dhe ekipi ynë me dignitet, me përgjegjësi e që i kemi bërë krenar në vazhdimsi. Por një gjë gjithmonë duhet ta mbaj mend, se LDK-ja ka qenë dhe mbetet shtëpia e demokracisë Kosovës, është partia që ka udhëhequr vendin në momente më të rëndësishme historike, është partia që ka mësuar kulturën e lirisë, qytetarisë dhe të përgjegjësisë, dhe sot në këtë moment sfide LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetës. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë e më guximshëm. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar, do të rras me njëherë kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe para tij do t'i shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Dua të falenderoj sonte çdo aktivist, çdo kandidat, çdo vajzë e djalë, çdo familje që punoi pa u lodhur. Ju jeni arsyeja pse LDK ka ekzistuar dhe do të vazhdojë të ekzistojë. Dua të falenderoj edhe kundërshtarët tonë politik për garën, t'i uroj fituesit, sepse Kosova ka nevojë për demokraci funksionale edhe kur nuk jemi